Ja pra tani kemi hyrë në muajin e Muharremit, muaj i madh nga muajt e shenjtë të Allahut subhanahu wa taala, të cilët Allah azza wa jalla i caktoi në një caktim të paraprakt kur i krijoi qiellin dhe tokën. Ky muaj quhet muaji i Allahut. Me këtë muaj fillon viti dhe mbaron viti i kaluar. Nga gjërat që e bëjnë të madh këtë muaj është sepse në këtë muaj gjendet një ditë e madhe, dita e Ashurës. Thot Ashura vjen prej fjalës 10, që është dita e 10 e muajit Muharremit. Ajo ditë është ditë e madhe dhe gjërat apo pikat me cilat dallohet madhështia asaj dite e para është që atë ditë e kanë respektu shumë profetët më parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që ditën e Ashurës e kanë agjëruar profetët më parë, në një hadith të cilën e ka përmend Imam Ibn Rajebi në librin e tij Lataiful Ma'arif. Dhe nga shenjat dalluese me të cilat dallohet ajo ditë është sepse ajo ditë robër të Allahut është një ditë në të cilën përmendet se ajo është pranuar pendimi i Ademit alayhis salam. Pendimi i Ademit jo është pranuar po në atë ditë. Dhe po ashtu për këtë transmetohet në një hadith të cilin e përmend Imam Tirmidhiu në sunenin e tij, ku i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot një njeriu i thon nëse do të agjërosh një ditë atëherë agjëroja Ashurën, nëse agjëron një muaj maksimalisht agjëron muajin e Muharremit. Thot për me agjëru edhe ditën e Ashurës, po agjëron maksimalisht muajin e Muharremit. Thot sepse është në muaj në të cilin Allah azza wa jalla i dhuroi pendim disa njerëzve dhe ju dhuron edhe tjerëve. Thot bën teube, bën ibadet gjatë atij muaji sepse Allah i dhuron. Disa prej selefit e komentojnë dhe thonë dhe Ademi është prej njerëzve, dhe prej njerëzve të cilëve Allah azza wa jalla ja ka pranuar pendimin sinqerisht, ja ka vulos pendimin e pranuar është Ademi në ditën e Ashurës, në ditën e Ashurës. Dhe merita e tretë e këtij muaji është sepse në kësaj dite është sepse në këtë ditë, po në këtë ditë Allah azza wa jalla shpëtoi Musain alayhis salam nga armiku i tij Firauni, armiku i Allahut, dhe Allah ngriti imanin mbi kufrin, njësimin tauhidin mbi ortaksin. E ngriti Allah azza wa jalla robën e tij Musain dhe shpëtoi prej një ushtrie të madhe, kashi të cilës fizikisht dhe materialisht nuk ka pas mundësi Musai mi boll. Po Allah azza wa jall e ngriti imanin mbi mohimin në atë ditë dhe shpëtoi Musain. Dhe Musai bëri dallim me agjëroi atë ditë si shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nga veçoritë e kësaj dite dhe e katërta është se kjo ditë është shkak kur agjëron njeriu Ashurën, ditën e Ashurës, është shkak për faljen e mëkateve e një vitit më parë, ashtu siç na mëson i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëra robër të Allahut, mos e neglizhoni agjërimin e ditës 10 Muharremit, këtë muaj të cilën jemi tani, dhe shikoni dhe pyetni në për xhamia tuaja se cila ditë është ajo. Unë fatkeqësisht apo caktimi i Allahut azza wa jall kam shikuar se shpejti po nuk kam dëshirë se du me pa dallimin mes dy kalendarëve që i shikova, sepse kalendari zyrtar e jep të njëjtën, mirë po me korrigjimin e muajit në cilin kemi hyrë, del se është ditën e premte të ardhme. Po e shikoni ju aty në kalendarin në cilin ja konfirmojmë këtu dita inshallah. Mos e leni pa e agjërua ditë. Dhe ai i cili ka mundësi me agjëru të njëjtën me të premten është më mirë. Praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka pas dëshirë me agjëru një ditë më parë me Ashurën dhe po ashtu ditën e Ashurës, domethënë të 9 dhe të 10. Atë nëse i bën të premten, është e njëjta dhe e premte ditë agjërimi për atë i cili ka mundësi. Kurse ai i cili ka vështirë me agjëru një ditë mundet me zor, atëherë le ta agjëroj edhe ditën e premte në mënyrë të vetme, dhe kjo është fetvaja e Sheikh Abdulaziz ibn Bazit, se thotë nuk e ka për qëllim agjërimin e të premtes në mënyrë të veçantë, mirë po e ka për qëllim realizimin e këtij ibadeti i cili është agjërimi i Ashurës. Do të thotë nuk hin ndalesën e kuptuar në hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili është ndalimi i veçimit ditës premte me agjërim të veçantë dhe me agjëru vetë se ditën e premte.